orë më parë edhe në Berat, unë do të diskutojnë në këto momente për të gjitha dinamikat e këtyre ngjarjeve, por njerësh edhe për qasjen reaguese të tilla ndaj ngjarjeve që vinë për motive të dobta. Me mua në studio është gazetari ABC News Ervin Leka. Përshëndetje Ervin, faleminderit që je me mua. Në një komunikim të drejtë për drejtë do të jem me zonjën Suela Koçibelli. Përshëndetje. Përshëndetje, Suela, faleminderit që je me mua. Do të diskutojmë sigurisht për të gjitha reagimet që kemi parë ditën e sotme për këtë ngjarje shumë të rënda, po fillimisht unë dua që të ndalem me Ervinin për të marrë disa detaje që ai ka arritur të zbulojë nga vendngjarja. Ndalemi fillimisht me ngjarjen e rëndë të komunës së Parisit. Çfarë ndodhi atje? Rovena, ka qenë një konflikt në punë mes dy kolegëve të paktën në duke paraprake, siç kanë rezultuar edhe nga hetimet. Ka qenë Filip Shehu, 41 vjeç, i cili është vënë në prangat e policisë, që konfliktin e ka pasur me kolegun që ndante, mund të themi, 8 orarëshin e punës apo pjesën më të madhe të ditës që e kalonin së bashku me viktimën Indrit Ismail Mllari, 34 vjeç. Ka qenë, si duket, një konflikt paktën sipas hetimeve dhe ngjarjes dhe dinamikës i momentit që ka ndodhur në kuzhinën ku gatueshin piza dhe në picerin ku punonin të dy, dhe nga një konflikt me të shara, me ofendime me njëri tjetrin, ka përfunduar në përdorimin e thikës nga 41 vjeçari, duke qelluar 3 herë në qafë dhe në bark Ismail Llarin, 34 vjeç, dhe duke lënë të vdekur, pavarësisht se kanë qenë disa punonjës të tjerë të stafit të lokalit që kanë ndërhyrë dhe kanë tentuar që ta ndalojnë 41 vjeçarin, nuk kanë mundur, si duket, të bëjnë atë shpëtimin, mund të themi, të 34 vjeçarit. Ka dyshime se mund të kenë pasur edhe disa gricje, mund të themi, apo debate me njëri tjetrin, edhe në vazhdimsi, çfarë mund të ketë akumuluar edhe Filip Shehun, pra që të shkojë deri në ekstrem për të përdorin edhe mjetin thik, pra mjetin e ftohtë prerës për të goditur edhe kolegun e tij 34 vjeçar. Skena ka qenë mbushur plot me klient, ka qenë një orar i frekuentuar, pra dhe një lokal i lagjes në komunën e Parisit i frekuentuar, kanë parë gjithçka, kanë ndërhyrë për të neutralizuar fillimisht Filip Shehun, kanë qenë pjesë e stafit, por edhe vetë klient, ndërsa më pas ka ardhur edhe policia dhe arrestimi i tij. Ka qenë një dëshmi, mund të themi, tejet e shkurtër, pra për sa i përket edhe konfliktit që ata kanë pasur, ofendimet mes njëri tjetrit, por si duket gjithçka shkoi në një tragjedi, pra me viktim 34 vjeçare. Suela, çfarë të thotë një ngjarje e tillë? Si mund të reagohet kështu në vendin e punës për një problematikë që mund të kesh me kolegun? E di çfarë do thotë një ngjarje e tillë? Një ngjarje e tillë do thotë që edhe pse ne flasim që bullizmi është prezent tek të rinjtë e të rejat, dhe po themi luftojmë fort që ta mposhtim apo ta edukojmë që mos jetë i tillë që në moshën e adoleshencës, na rezulton që e kemi tek moshat e mëdha, dhe tek moshat e mëdha absolutisht reagimi është shumë më i egër. Për arsye edhe të ngarkesës së jetës dhe për arsye të ndoshta edhe ndikimeve të tjera emocionale që mund të ketë pikërisht ajo sjellje bullizuese. Shohim pra pikërisht që kemi sjellje tallëse, sjellje lënduese, një mënyrë komunikimi që fatkeqësisht në kulturën tonë ne shpesh herë e marrim si të mirë qenë se shaka bëra. Por kur ti lëndon dikë, kur ti vret shpirtërisht e përçmon atë, se këtu kemi një 41 vjeçar që ka bërë vrasjen, ëh? Pra është moshë e rritur, është mjaftueshëm i rritur, ndërkohë është patjetër një 41 vjeçar shumë i rënduar nga kjo sjellje bullizuese, konstante, nënshtruese, fyese, denigruese si personalitet. Dhe këto patjetër që agravojnë natyrën e secilit prej nesh. Kështu që çfarë ndodh? Ndodh që një gjë e tillë nuk duhet të ndodhi. Pra ne shkojmë në marrje jete. Dhe absolutisht dëgjova që u tha që po themi ka pasur tentativë në sekondën e fundit për ta ndaluar 41 vjeçarin, po atëherë është shumë vonë. Nëse duhet ndalojë kjo sjellje, duhet të ishte ndaluar gradualisht gjatë marrëdhënies së punës, pra gjatë shikimit që shohin ata njëri tjetrin që shikohet ti po e tepron me këtë sjellje. Kjo nuk është një fjalë e cila mund t'i thuhet kolegut tënd të punës. Po ne shpeshherë çfarë bëjmë? Se kshu flet. Nuk ka problem, e kalojmë pas krave, është diçka që e kanë ata personale, dhe pastaj na ndodhin fatkeqësi të tilla brenda ditës, ku një 34 vjeçar ka humbur jetën, një 41 vjeçar sot është kriminal, dhe shumë të lënduar paralelisht, sepse të gjithë ata që kanë qenë në atë skenë krimi, patjetër që kanë mësuar një goditje shumë të madhe sot. Dhe për çfarë? Për një fjalë goje. Pra ne në Shqipërinë tonë vritemi për një fjalë goje. Pse? Sepse nuk ndërhyjmë në është shumë për të ardhur keq, duke patur parasysh se ditë pas dite raportojmë për ngjarje të tilla të ngjashme, dhe kjo e sotme ka qenë ditë shumë e ngarkuar me ngjarje kriminale. Dua të ndalem pak me Ervinin, kemi patur vrasje thuajse çdo 2 orë, ngjarje kriminale, unë i përmenda në Durrës, në Berat, edhe në Tiranë. Çfarë po ndodh me kriminalitetin në këtë drejtim? Dhe janë të gjitha thuajse për
motive banale, mund të ndajmë sigurisht ngjarjen e Durrësit ku djali ka vrarë të atin, po ka patur probleme të shëndetit mendore, me bindur se ati është një problematik tjetër, ndoshta për faktin që ai mbajnë në shtëpi, por gjithsesi do ta diskutojmë me Suelën. Çfarë po ndodh me ngjarjet kriminale dhe me këtë rritje të tyre? Rovena, duhet të theksuar diçka, ne si gazetar të Kronikës raportojmë vazhdimisht edhe për ngjarje kriminale, por në fakt serioze apo alarmante është fakti për shkak se çdo ditë kapen raste nga policia e Tiranës, po marr rastin me që jemi në kryeqytet, por edhe nga policitë e rretheve dhe qarqeve të ndryshme. Çdo ditë kemi një apo më shumti 2-3 raste që kapen me armbajtje pa leje. Pra persona që lëvizin të armatosur, duke nisur nga rinia, duke nisur nga persona që janë me precedent penal dhe që vazhdimisht mbajnë armë me vete. Pra kemi njoftimet e policisë, kemi informacionet që ne marrim si gazetarë në terren dhe kemi pra persona që lëvizin të armatosur, që në një moment, siç ndodhi ditën e sotme, me një sherr banal në Dukje dhe vrasjen e 34 vjeçarit pavarësisht se u krye me një mjet tjetër perës, pra me një thik, si duket, pra janë tendenca në rritje të personave të agresivitetit, mund të themi, si këtyre personave që lëvizin të armatosur, por edhe konflikteve që vazhdimisht si duket bëhen nga kushte banale apo nga sherre banale dhe përfundojnë me viktima. Rovena, vetëm pak ditë më parë ne patëm një tjetër rast me viktima për një kafe, pra. Ishte një tragjedi që ndodhi në Durrës, duhet të rikthyer në vëmendje, pra me sherrin që nisi me kamarierin dhe më pas, mund të them me plot gojë, një luftë që zhvillohej në Mans, pra mes të rinjve, ku ka pasur edhe persona të tjerë të armatosur që kanë ardhur në ndihmë të autorit që ende kësaj dite pra vijon tjetë në Arati dhe nuk është kapur nga ana e policisë, dhe si duket kjo tendencë për të mbajtur armë, apo mund të kemi edhe një ndryshim ndoshta ligjor, pse jo, për shtimin e dënimit për persona që janë të armatosur dhe mbajnë armë pa leje, pse nuk ka një ndryshim pra për sa i përket ashpërsimit të masave dhe arrestit apo edhe masave burgimit për sa i përket tyre personave, pasi duket është një trend që kemi në rritje. Ne kemi parë vazhdimisht aksione që hyn policia në zonat frekuentuara të Tiranës, në kryeqytet, në blok apo automjete që lëvizin dhe janë këto persona që në automjetet e tyre mbajnë armë. Sapo ka një kontroll policia në zonat të ndryshme si në blok apo rrugicat të tjera që njihen për frekuentim nga të rinjt, aty çdo makinë që ka dyshime se mund të ketë persona me precedent penal, në këto automjete gjen edhe armë dhe gjen persona të armatosur. Pra është një tendencë, mund të them, në rritje për sa i përket armëve apo qoftë edhe sherreve banale që përfundojnë me përdorimin e armëve. Suela, është një zgjidhje e mundshme ose fillimi i një zgjidhjeje të mundshme, një fushat ndërgjegjësuese, të paktën nëse do të përmbledhja atë që po thoshte edhe kolegu im, apo shikon një problematik tjetër me shoqërinë shqiptare, që ka një qasje të shtuar të agresivitetit që një ngjarje në Dukje të vogël mund ta çojë deri në marrje jete. Patjetër që ne kemi një situatë të rënduar psikologjike në shoqërinë shqiptare dhe këtë ne e shpjegojmë absolutisht me të gjithë paqëndrueshmërinë sociale dhe ekonomike që transmeton akoma shoqëria shqiptare. Pra po themi një lloj pasigurie e cila ty të vendos në kushte agresiviteti, në kushte sulmi në shumicën e rasteve. Megjithatë, një fushat ndërgjegjësuese asnjëherë nuk i bën dëm askujt. Pra gjithmonë duhet të ketë fushata ndërgjegjësuese dhe për mendimin tim patjetër duhet të ketë fushata të forta kontrolli për sa i përket armbajtjes. E shikon si problem, domethënë. E sheh si problem çështjen e armbajtjes që është e shtuar së fundmi edhe mund të kishte një zgjidhje të mundshme që mund të niste aty. Ne po e shohim tek të rinjt, ne po e shohim që ndoshta ka dhe platforma online në TikTok apo mjete të ndryshme ku ata shesin dhe qarkullojnë armë me njëri tjetrin, kështu që kjo nuk mund të jetë kaq e pa kontrolluar dhe patjetër është detyrë e shtetit dhe institucioneve për ta kontrolluar dhe për ta treguar që kontrollet janë reale dhe po themi konfiskimet apo vënia përpara përgjegjësisë e autorëve është reale. Dhe jo një fushat, një ditë, 2 ditë dhe pastaj u harrua se do kalojmë tek një hall tjetër. Sigurisht që largimi i mundësive për pasur armë në dorë është një shans më pak për të pasur krime. Por nëse duam të ndikojmë afatgjat, patjetër që ne kemi nevojë për një riformatim apo për një fushat ndërgjegjësimi apo edhe për një edukim që nga rrënja edhe një herë për sa i përket marrëdhënieve njerëzore, për sa i përket komunikimit, për sa i përket marrëdhënieve në punë dhe për sa i përket përgjegjësisë së çdo qytetari dhe jo vetëm të atyre të hynë në konflikt, por të qenë bashkëpunues me njëri tjetrin. Dhe kjo është një frymë që sigurisht do kohë të ndërtohet dhe në situata po themi të paqëndrueshme ekonomike dhe sociale është e vështirë. Megjithatë, ne nuk mund ta lëmë kështu në harre sepse nuk e kemi këtë mundësi. Jo, gjithmonë duhet kemi këtë lloj reagimi dhe duhet kemi edhe një lloj
ndërveprime që nëse shohim se dikush është agravuar, nëse shohim se dikush është i rënduar në të folur, apo edhe në mënyrë se si i qasit situatave konfliktuale, ai që është pak më i qetë është personi që duhet të asistoj. Ti thotë që shiko, diçka nuk është mirë me ty, ke nevojë ndoshta të ndihmoj, ke nevojë ndoshta të sqarosh diçka. Por ne çfarë bëjmë? Kthejmë kurrizin e themi po se është halli i tij. Jo pra, do më thënë, kjo është pastaj po prap një fushat ndërgjegjësimi, që është një fushat ndërgjegjësimi sociale, që ka nevojë të bëhet për popullin tonë. Do kemi edhe një lloj përgjegjësie e cila paralelisht edhe këtu do të shtojë po prap institucionet. Pra që edhe ka njerëz që vetë ofrohen për të ndihmuar të ndjehen të mbrojtur, sepse shpeshherë ne jemi tërhequr ose njerëzit në përgjithësi janë tërhequr duke mos u ndier të mbrojtur nga sistemi, duke u ndier ata pastaj të përballuar me situata konfliktuale. Këtu është një punë shumë e madhe. Ndryshimet sociale, edukimi i qytetarëve kërkon shumë më shumë vite sesa kërkon një fushat për mbledhjen e armëve. Kjo është e garantuar. Por gjithsesi, asnjëherë nuk duhet lënë vazhdon një fushatë e cila ka të bëjë apo një proces i tërë edukimi, dhe kur them edukim, jo vetëm me fjalë, edhe me masa ligjore, që të mos jemi përballë humbje jete, kemi 3 humbje jete apo 4 humbje jete sot. Dhe kjo është në është alarmante patjetër. Unë falenderoj shumë Suela, faleminderit që ishe me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë, faleminderit për gjitha apelet që ndave me ne.